Jashtësia ka një rëndësi shumë të madhe nëse ju i kushtoni shumë rëndësi jashtësitjes. Nëse ju dilni më shumë se një herë, duhet të shikoni jashtësitjen pse po dilni më shumë se një herë. Një sistem nervor enterik duhet të dalë minimumi një herë në ditë dhe preferohet që të jetë një fashë orare e caktuar, për shembull 6:30 me 7:30 ose 7:30 me 8:30 9. Kjo orë duhet të jetë e përditshme. Duhet të shikoni me vëmendje shumë nevojën tuaj. Nuk është për të qeshur, nuk është as për të qarë, nuk duhet ju vi as ndot, sepse nevoja juaj është treguesi kryesor i zorëve tuaj. Shikojeni ngjyrën e nevojës tuaj. Nuk duhet të jetë kurrë e errët. Nuk duhet të jetë kurrë e zbardhur. Duhet të marrë gjithmonë ngjyrën e çokoladës. Ase çokoladës normale dhe shikojeni dhe vëreni nevojën tuaj nëse ajo qëndron në sipërfaqe të ujita ose shkon poshtë. Zakonisht ka ditë që do të shkoj poshtë dhe mendojeni këtë sepse ato ditë ju keni ngrënë toksina, ju keni ngrënë keq. Kjo ju bën juve që të bëni më vigjilent ndaj vetes tuaj. Trupi juaj nuk ju flet tek veshi dhe t'ju thot shiko se po më bën dëm, por flet nëpërmjet shenjave, të cilat ti duhet i zbërthesh duke parë. Është një shprehje shumë e bukur që unë e përdor shpesh. Duhet të shikoni të dukshmen që të kuptoni të padukshme.